prap ekskluzivitet në oksigjen, drejtoresha ekzekutive e bordit spitalor në Wales, në Britani të Madhe, pra një nga 4 shtetet që formojnë Britaninë e Madhe shqiptare, ligjëruese në 2 fakultete. Ardiana Gjini, mirëmbrëma doktoresh. Mirëmbrëma Besim. Faleminderit që na erdhe. Faleminderit shumë që na ke ardhur. Çka do të flasim sonte? Do flasim për shumë gjëra që na ndikojnë shëndetin, çfarë na ndikon më së shumti, çfarë na mbron më së shumti, çfarë kemi kaluar gjatë pandemisë që na ka afektuar një prej pandemive më të mëdha në historinë e njerëzimit, si specializimi që është kanceri, çfarë janë të arriturat, edhe pak për çfarë bëjnë në Angli, e çfarë po mundohen pak të bëj një kontribut shumë të vogël për Kosovën. Si gjithmonë kontributi ju gjatë luftës dhe në ditë të sotit, doktor Ardiana Gjini, shumë çka nga dora parë, nga qendra e mjekësisë botërore, Britania Madhe, që ka na kallëzon shtunën.